Transmetimi i klipit prezantues të Louis Ailit ka shkaktuar një tronditje të vërtetë në shtëpinë e Big Brother VIP5. Banorët kanë mbetur të shtangur në momentin kur në ekran është shfaqur fituesi i edicionit të dytë, një nga figurat më ikonike dhe më të dashura që ka njohur ndonjëherë ky format. Pamjet e Louisit, shoqëruar me deklaratën e tij të fortë dhe provokuese, i lanë banorët gojëhapur, teksa reagimet e tyre ishin të menjëhershme dhe të sinqerta. Disa prej tyre nuk i fshinin dot emocionet, të tjerë shprehen habi dhe pasiguri, ndërsa kishte edhe nga ata që u pan dukshëm të tensionuar nga ideja se fenomeni i Big Brother VIP2 ishte rikthyer sërish në lojë. Prania e Louis Ailit u perceptua menjëherë si një kthes e madhe në rrjedhën e lojës. Banorët filluan të diskutojnë mes tyre për arsyen e rikthimit të tij, për ndikimin që mund të ketë në strategjitë e tyre dhe për faktin se tashmë dinamika e shtëpisë nuk do të jetë më e njëjtë për shumë prej tyre. Rikthimi i Louisit u pa si një goditje e papritur nga produksioni, që rrit ndjeshëm presionin dhe konkurrencën. Louisi, i cili mbetet një nga personazhet më të komentuara në historinë e Big Brother VIP, duket se edhe këtë herë ka arritur të marrë vëmendjen maksimale që në sekondat e para. Reagimet e banorëve dëshmuan qartë se hyrja e tij nuk është thjesht një surprizë, por një moment që pritet të ndikojë fort në zhvillimet e ardhshme të spektaklit, duke sjellë emocione, tension dhe shumë diskutime brenda shtëpisë më të famshme në vend.